njerëz. Si e bërë këtë për llogaritje? Ti nuk i do njerëz. Jo, po them, ti nuk i do njerëz. Ti je big baby që i tret lodrat nga karroca e bebes. Mami, ti do vëmendje të ankon, dhe do t'a japim. Si gabi? Po s'përmend më nënë, ta fik cigare më në balë. Bëj, fute, Ta fik Fute cigare për më në balë. Bëj, bëj për Bëj, gjatë tjetër bën. Në rregull, ta fik me mu, stop. Çfarë tjetër bën? Stop, se tregoj sa të Ti vlen lëkura. je bebe 7 muaj. O plera, tregoj sa të vlen lëkura. Do më bë pra, bëj pra. A do më bë pra? O plera, Po bëj ta pra. fik cigare më në balë. Bëj. Kush e ka parë për shembull e ka ndjekur gjithë debatin si duhet, arrin të kuptojë që pse ka arritur këtu kjo bisedë. A ka bërë gabim Kristi si është shprehur? Patjetër. Një llaf i bukur thotë që nëse dikush është mut mos u bëj kak. E them kjo na unë vetë personalisht sepse edhe unë kam bërë të njëjtin gabim. Atje ku kam qenë, gjë që kam marrë një provokim, kam rënë prej provokimit dhe jam bërë lum më keq se sa ai, sepse rash në nivelin e tij. Pra, lum ai që ditë menaxhoj vetë dhe vetë, që në tilla situata të largohet nga lumrat, mos bëhet pis, sepse lumi të bën pis shumë shpejt, shumë shpejt. Nëse do të duhet punosh 30 ditë për një të mirë, me lumin në 10 sekonda bëhesh i keq. Ndërsa pse arriti situata deri këtu? Situata ka filluar pak që është e vërteta se ky filloi pak në një farë mënyrë me bullizime kundrejt Kristit. E para fare një herë ka hyrë me provokimet. Okej, provokimi është pjesë e lojës, por dhe ai ka një lloj limiti. Provokimi i lojës është kur bëhet konfrontimi personal, pa u futur në ato familjar, pa përfshirë familjet, sepse nuk mund të thuash rap pre provokimit kur ti përmend familjen. Jo, është fodullek, është idiotësi t'ja përmendesh tjetër familje. Normale që bie pre provokimit dhe normale që provokohet sepse ka familja është e shenjtë. Ata që s'kan gjak në vena, për shembull, nuk e kanë problem nëse ja shan familjen ose ja përmend familjen. Unë për shembull s'kam qef fare absolutisht. Kështu që nuk është se bëj konfrontime ose përplasje personale për sa i përket lojës aty brenda në Big Brother, në brenda mureve. Por për të arritur, kur e shikojnë që nuk e nxejnë dot dikë, dalin jashtë mureve të Big Brotherit. Pra, filloi që aty, duke marrë ky brek të veta të mëdha që i kishte 3XL, 7XL, diçka e tillë duke se ishin. Dhe çfarë bëri me ato brekët, ai tha Kristit që ty ja shikon këto brekët, domethënë ishte idiotësi, si 49 vjeç burr. Si 49 vjeç burr, domethënë i thot tjetrit që ja shikon 49 vjeç burr është gati Kristi është mosha mund të ishte djali i tij. Nëse pak rëndësi ka kjo pjesë, funda fare në gjithë një lloj. Po nëse për shkak të modës 49 50 vjeç burr që është, ti thot tjetrit kot fare, shikon këto brek ti Kristi, këto janë të mëdha, këto ty të rrisi bluze se aq jeti. Po mos i thuaj ashtu se ai është i dopt, fiziku ti ashtu e ka fizikun ai. Okej. Tani ti pse po e bullizon? Jo po në mënyrë figurative, se kanë mësuar një gjë këta vipat. Të shajnë të lajnë, të shpërlajnë kështu pastaj ta thash në një mënyrë figurative, metaforike, metaforike e drejtë e shejtani. I kamuflojnë këto budalliqe që bëjnë. Na aty shkojnë jashtë. Atë jashtë, ky i thot atë që dëgjuat që bebe ande këtej mami, tani Kristina, ajo që ishte mbledhur e gjithë kjo gjë, ja. I erdhi kjo mami, i erdhi si provokim, okej? Edhe i tha, mos më prek familjen time. Jo, po unë ta thash në mënyrë figurative, tha. Ore, mos më thuaj fare familje, mos përmend fare fjalën familje këtu me mua. Fare, as mënyrë metaforike, as figurative, edhe filloi që i tha ta fik cigare mball. Shprehimi është shprehur gabim. Ashtu si është shprehur Kristi, është shprehur gabim. Nuk e, por duhet marrë pak parasysh pjesa se si janë gjërat se sa të tensionuar janë ata aty brenda. Nuk po them ta justifikoj, gabime ka, patjetër gabim, është një lloj gjuhe e dhunshme që është përdorur, është kërcënuese. Kristin e kam shumë qef në lojë, por nuk kam çfarë të bëj se përballë kësaj lloj situate më duhet të jap një mendim, një opinion timin, se opinioni në fund e fare është imi, ndoshta do thotë do kush që na duhet në mendimin jot apo jo. Po mirë, s'ka gjë, edhe unë si shikues i këtij formati po e jap. Si gjithmonë që e kam bërë këtu 7 vite. Kështu që e ka gabim, e ka gabim. Por e gjitha ishte shkak pasojë.